Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Bete në fuqi masat pezullim nga detyra dhe ndalimi daljes nga vendi për Ballukun, zëvendës kryeministri akuzohet për shkelje të barazisë në tendera. Edi Rama citon prokurorin amerikan, drejtësia duhet të jetë e pavarur, por jo e papërgjegjshme. Reagimi vjen pasi gjykata e posaçme pezullon nga detyra Ballukun. Shënohet viktima e pare e përmbytjeve, gjendet e pajete moshuara që u rrëmbyen nga rrjedha e ujit në Korçë, 10 shtëpi të përmbytura dhe ura të dëmtuara. Dënohen pjesëtarët e grupit Metamorfoza 2, gjykata vendos 12 vjet burg për i shefin e krimeve Dedan Gjoni, akuzuar për trafik droge dhe shpërdorim detyre. Liderët europian dalin me deklaratë përbashkët për planin amerikan për Ukrainën, propozimi i thelbësor për paqen, por kufijt nuk mund të ndryshohen. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesorit të ditës. Belinda Balluku do të vazhdojë të jetë e pezulluar nga detyra dhe nuk do të mund të dalë dot jashtë vendit. Togat e zeza vendosën të lënë në fuqi masat e sigurisë të marra më herët për numrin 2 të qeverisë dhe vartësitë e saj. Balluku akuzohet për shkelje të barazisë në tenderin e tunelit të Llogaras dhe lotin 4 të Unazës së Madhe. Me vendim të gjykatës së posaçme, Belinda Balluku do të qëndrojë e pezulluar. Ballukut ju komunikua edhe vendimi që e ndalon të dalë nga Shqipëria. Seanca zgjati për rreth 5 orë. Në fuqi u lanë edhe masat për vartësit e saj, krerët e ARSH dhe të Kesh. Gentian Gjyli dhe Eralde Lezi u lanë në arrest shtëpiak, ndaj drejt gjykatës në mëngjes, u shoqëruan nga forcat e policisë. Të tre të pandeurit kanë 5 ditë kohë për të apeluar masat respektive në apelin e posaçëm. Seanca gjyqësore ishte planifikuar për në orën 9, por u shty me 2 orë pas kërkesës së bërë nga avokatët për të njohur me aktet dhe fashikujt e dosjes hetimore që i shërbyen gjykatës për të caktuar masat e sigurisë. Balluku i la ambientet e gjykatës rreth orës 9:45 për të rikthyer në orën 11, derisa në 14:30 së shtunës u njoh me vendimin e gjyqtarit paraprak. Belinda Balluku është pezulluar si ministre e infrastrukturës dhe energjisë dhe si zëvendës kryeministre. Kjo për shkak të dyshimeve se ka kryer 2 herë shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera, fillimisht me tunelin e Llogaras, e më pas nga hetimet u zbuluan edhe abuzime me lotin 4 të Unazës së Madhe. Tenderi për ndërtimin e tunelit ka pasur një fond limit 190 milion euro, kurse ai i Unazës së Madhe 20 milion euro. Sipas PAK, autoriteti kontraktues ka paracaktuar fituesit dhe ka zgjedhur ofertën më të madhe, rrjedhimisht duke shkaktuar dëme në buxhetin e shtetit. Drejtësia duhet të jetë e pavarur, por jo e papërgjegjshme. Këtë qëndrim ka ndarë kryeministri Edi Rama duke cituar fjalimin e ish prokurorit federal Robert Jacksonit dhe duke lidhur atë me situatën aktuale të drejtësisë në vendin tonë. Në rrjetin social Facebook, kreu i qeverisë shkruan se Jacksoni i mësoi botës demokratike se kur prokurori kërkon njeriu përpara krimit, drejtësia vdes dhe kur një pushtet hyn në territorin e një tjetri, kushtetuta demokratike nuk merr më formë por mbytet. Pa përmendur çështje specifike për kryeministrin, mësimi i madhor nga ish prokurori amerikan është se pushteti nuk ka qenë kurrë më i denj sesa në çastin kur ka pranuar të nënshtrohet gjykimit të një drejtësie të pavarur. Ky reagim i Ramës në fakt vjen pasi gjykata e posaçme vendosi të pezullojë nga detyra zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Moti i keq ka shkaktuar viktimën e parë në Korçë, e moshuara që rezultonte e zhdukur prej të premtes në fshatin Progër është gjetur e pajet, pasi ishte rrëmbyer nga rrjedha e ujit. Ndërkohë përmbytjet kanë shkaktuar dëme në 10 banesa në Juglindje, ndërsa disa ura në zonat malore janë shembur. Mëngjesin e kësaj të shtune në fshatin Progër të Korçës është gjetur e pajet 75 vjeçaria Flora Hoxha, e cila dyshohet se është marrë nga vërshimi i ujrave që përmbytën 10 shtëpi. Burime vën me dije se e moshuara vuante nga problemet të shëndetit mendor. Në kërkim të saj u angazhuan forcat e policisë, zjarfikësit dhe ato të emergjencave civile, ndërsa trupi i pajet u gjet mëngjesin e sotëm.
Ndërkohë në shoqëria e spërjet e lumit ka rrezikuar për mbytjen e një pjese të madhe të fshatit. Prefekti Korçës, Nerti Liole, bëri të ditur se pas ndërhyrjes së bordit të kullimit, situata është stabilizuar. Megjithatë, 15 ura rurale kanë dalë jashtë përdorimit. Nga informacioni që kemi tani nga punojësit e pikës së Zëndakut, të një orë të fundit ka një ulje afërsisht prej 1 metër të thellësisë të lumit, edhe në këtë kuptim është lehtësuar si situatë. Megjithatë janë duke marrë masa për të evituar, po themi, nëse do të ketë në një rast precipitimi. Në fushën e Maliqit janë përmbytur 270 hektar tokë bujqësore, ndërsa në fshatin Leshnjë, lumi Osum ka dalë nga shtrati duke shkaktuar dëme të mëdha në banesa dhe në blegtori. Një nga banorët tregon se urat kanë hyrë brenda stallës së tij, duke vënë në rrezik çobanin që ndodhen në punë, si dhe duke shkaktuar ngordhjen e rreth 50 deleve. Kalan 1 javë, 2 javë, si dhe nuk kemi pasur këtë lloj përmbytje neve. Në orën deri më 3, nuk ishte lumi, ja kaq e lumi. Në kohën që ashtu pasaj, erdhi lumi njerëz. Mbyti shtëpitë, tërat shikoni këtu stallat e baktitë njërin tjetër. Sa baktitë në humbi? 50 krejt. 2 familje janë evakuar në fshatin Rëmejnë të Pogradecit, pasi banesat e tyre janë bërë të pabanueshme për shkak të pryrjeve të shumta të lumit. Aktualisht janë strehuar në banesa me qira deri në rekonstruksionin e shtëpive. Dela nga shtrati e lumit Seman në belin të njësisë administrative Zharrës ka bërë që 10 hektar tokë të kultivuara kryesisht me grur të përmbyten. Një prej banorëve pohon si niveli i tillë prurjesh nuk ishte parë prej vitesh në zonë. Neve faktikisht po bëjmë një 5-6 vjet që s'po përmbytemi. Si vjet, në këtë prapë bujti këteja. Ndërkohë në ujë janë edhe 40 puse aktiv nafte, të cilat që nga dita djeshme janë stakuar. Problematike paraqitet situata edhe në bashkitë Delvin, Finish dhe Konispol. Për shkak të rreshjeve në rrugët që lidhin disa fshatra ka prezencë dherash, ndërsa vijon puna për pastrimin e tyre. Në fshatin Vllahat, situata mbetet e rrezikshme për një banesë që kërcënohet nga rrëshitja e dheut. Megjithse situata paraqitet më e stabilizuar këtë të shtunë, në veri uji vazhdon të jetë prezent në 10 banesa, ndërkohë raportohet se niveli i lumenjve prenjve në zonat e prekura nga përmbytjet është në rënje. Edhe veriu i vendit vijon të jetë i prekur nga përmbytjet pas rreshjeve të shiut të rëna me intensitet të lartë. Në bashkinë Shkodër gjatë natës ka pasur rreshje të dendura, por situata është nën kontroll dhe nuk raportohen probleme serioze. Ndërsa në Vaun e Dejes rreshjet vazhdojnë me intensitet të lartë. Në Fusharës ka prezencë gurësh dhe dherash në disa rrugë rurale si dhe ndërprerjet e energjisë elektrike. Edhe në Lezhë janë regjistruar rreshje intensive gjatë 24 orëve të fundit. Kisha e Barbullojës është mbuluar nga ujë, duke detyruar autoritetet të ndërhyjnë menjëherë për të shpëtuar sendet e shenjta. Pas 2 ditësh pune intensive është mbyllur argjinatura e qarë në Rile. Mjetet të shumta të ushtrisë, bashkisë dhe subjekteve private u bashkuan në ndërhyrjen emergjente për të vënë në kontroll prurjet e ujrave të lagunës së Vajinit. Edhe pse niveli i ujit është ulur në disa prej këtyre zonave, banorët raportojnë dëme të mëdha si në të mbjella ashtu edhe në blegtorinë e tyre. Uji vijon të jetë ende prezent, ndërsa banorët thonë se nuk janë larguar nga banesat e tyre, pasi nuk kanë ku të strehohen. Bashkia sigur se pak se duhet punuje më shumë për kohën e mirë, për kanalizimet kulluese, kanalet e mëdha, agjenaturët e duhet punuje për verë, jo për dimën, për s'bën gjë ashtë. Ashtë që makina sa dushe që se këtë. Niveli ujit mbi 70 cm është. Më rrugë. Kurse 1,30 m që në barë. Ju ka bo domen në bështim blegtori? Blegtori bo jo, 7-9 janë gjanja gjallë, pullat kanë maru, derat janë të maru, jenë ujë. Që keme bo ti si gazetar, ose unë si individ, miniko që punëtorët e hidrovorit blokojnë tubat që përmes ujë në det, i blokojnë për peshk, edhe këthejnë ujën mrapsht, edhe plasa gjenatora, fryhet e gjenatora, edhe plas. Pullat janë gati degradimit, për 70 copa i kam pas. Derrat janë vath 5 derra atë si zadarka. S'kam ku i shoj unë, ku të shoj? Lop gjithë natën ujë, por bazë ushqimore boll kena nevojë, po janë veç fjalë me kalo kohën. Nivelet e lumenjve Buna, Drin, Kir, Gjadër, rezervuarit Shtodër dhe prurjet në përrejnë kryesor janë larg pikës kritike.
Gjykata e posaçme dënoi me 12 vjet burg i shefin e krimeve Dedan Gjoni, akuzuar për shpërdorim detyre dhe trafik droge në kuadër të grupit Metamorfoza. Togat e zeza shpallën dënimin edhe për pjesëtarët e tjerë të rjetit, ku bënte pjesë ish zyrtari i policisë. 66 vjet burg do duhet të vuajnë antarët e dosjes Metamorfoza. Fjala është për ish shefin e krimeve Dedan Gjoni, që u shpall fajtor nga gjykata e posaçme dhe u dënua me 12 vjet heqje lirie për sigurim kushtesh për të vrarë, trafik droge dhe shpërdorim detyre. Të njëjtin fat patën edhe Besmir Murtati dhe Albert Prenga, që bashkëpunuan për të vrarë dy vëllezërit Edmond dhe Arben Nela. Secili prej tyre përfundimisht do të vuajë 8 vjet burg, duke përfituar nga gjykimi i shkurtuar. Motiv për të vrarë dy vëllezërit Nela ka qenë porosia e dhënë nga Ismail Zeneli, që donte të hakmerrej për vrasjen përpara syve të vllajt të tij në Angli. Zeneli po ashtu dënua me 15 vjet heqje lirie për dhënien e urdhrit të ekzekutimit të tyre, por që si përfundim do të qëndrojë në qeli për 10 vjet. Bujar Gërmizi, gjithashtu një bashkëpunëtor në këtë dosje, u dënua me 9 vite burg edhe për përkrahjet e autorit të krimit. Përfundimisht në aplikim të gjykimit të shkurtuar, ai do të vuajë 6 vjet burg. Ndërsa Adrian Cenaj nga 6 vjet që u dënua në 4, duke ju ulur me 1/3 e dënimit. Grupi kriminal u godit pas dekodimit të aplikacionit Sky ECC. Gjykata ka ndarë nga ky proces edhe personat e tjerë që janë ende në kërkim, mes tyre djali Erzen Breçanit, Eralbi Breçani, Ervin Mata, Artan Sulejmani dhe Bajram Grabova. Policia e Fierit ka arrestuar 36 vjeçarin Mariglen Sina, i cili u përfshi në konfliktin e ndodhur mbrëmjen e të premtes në një lokal në lagjen Tet Shkurti. Sipas hetimeve, gjatë konfliktit midis Sinajt dhe Romeo Çakos, ky i fundit qelloi me armë zjarri në dyshemën e lokalit. Përveç Sinajt, policia prangosi dhe Arben Bellon, 43 vjeç, pronarin e lokalit për veprën penale mos kallëzimi i krimit. Ngjarja ndodhi rreth orës 21:30 dhe menjëherë pas saj, shërbimet policore nisën kontrolle në zonë për kapjen e Romeo Çakos, që është ende në kërkim. Një 36 vjeçar është arrestuar pasi dyshohet se ka vënë gjumë me valium vjerin dhe vjerën e tij, e më pas ka vjedhur një shumë parash në banesën e tyre. Operacioni i zhvilluar nga Komisariati i Policisë Librazh në drejtimin e prokurorisë Elbasanit çoi në zbardhjen e ngjarjes dhe vënë në pranga të autorit, i cili është dhëntri i çiftit. Dyshohet se ai u ka dhënë të moshuarve një dozë të lartë medikamenti qetësues valium, duke u shkaktuar edhe dëmtime serioze shëndetësore. Pasi i ka lënë në gjendje të rënduar, bashkëshortët ai ka marrë paratë dhe është larguar. Të moshuarit janë dërguar fillimisht në spitalin e Librazhit dhe më pas në QSUT në gjendje të rënduar shëndetësore. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan shuma e vjedhur e parave dhe një telefon celular. Dy automjet me njëra tjetrën pas ditën e kësaj të shtune në autostradën Lushnjë-Rogozhin dhe përpasoi një prej mjeteve shpërtheu në flak. Drejtuesi i mjeti doli menjëherë sapo pa flakët, duke shpëtuar nga zjarri. Në vendngjarje mbërritën policia dhe zjarfiksja që bën të mundur shuarin e flakëve dhe pastrimin e rrugës nga mbetjet të djegura. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.